Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirë se po dëgjohemi sërish në këtë emision të radhës, sigurisht të veçantë, sepse ja kushtojmë një prej kohëve më të bukura dhe më domethënëse të vitit, Pashkëve. Në këto ditë të shenjta, zemrat tona mbushen me shpresë, dritë dhe besim, ndërsa kujtojmë ringjalljen, një simbol të fuqishëm të jetës së re dhe të fitores së dritës mbi errësirat. Sot do të ndalemi në një dimension të veçantë të kësaj feste, muzika e Pashkëve. Muzika ka qenë gjithmonë një gjuhë universale që prek shpirtin dhe na afron më shumë me përjetimin e thellë shpirtëror. Këngët dhe himnet e Pashkëve nuk janë thjesht melodi të bukura, por mbartin mesazhe të fuqishme shpresë, faljeje dhe gëzimi. Që nga traditat e lashta kishtare e deri te kompozimet bashkëkohore, muzika e Pashkëve ka evoluar, por gjithmonë ka ruajtur thelbin e saj, lavdërimin dhe falënderimin. Himnet e ringjalljes me tingujt e tyre solemn dhe njëkohësisht të gëzueshëm na ftojnë të reflektojmë mbi kuptimin e sakrificës dhe të jetës së re. Gjatë këtij emisioni, do të dëgjojmë së bashku disa histori kyçe të themelimit dhe funksionimit të muzikës liturgjike ndërshqiptar, që nga kohërat e vështira e deri më sot, ku do të dëgjojmë histori dhe antar nga famulli të ndryshme në Kosovë, Shqipëri dhe diasporë, se çfarë kanë përgatitur për Pashkë. Qëndroni me ne në Radio Maria dhe le të udhëtojmë së bashku në përtinguj që japin zë gëzimit të Pashkëve dhe që na afrojnë më shumë me paqen dhe dashurinë hyjnore. Kori i famullisë fëmirisë sime tregon Valbona Berisha nga Prishtina, e cila vazhdon të jetë pjesë e korit sot në katedralen Nën Tereza në Prishtinë. Historia e korit të famullisë sime fillon që në fëmijërinë time me Don Zavgashin, famullitar i Prishtinës, salezian në vitet e 80-ta. Ai na përgatiste për festa me zërin e tij bariton, të fuqishëm dhe këmbues që mbetet i paharruar. Më pas, këtë rrugë vazhdoi profesoresha e çmuar Vera Mjeda. Në atë kohë kryesisht ishte kori i fëmijëve që animonte meshën në kishën e Shëndot. Në fillim të viteve të 90-ta nisi të formohej edhe kori i të rriturve, siç e quanim atëherë në drejtimin e zotërit Kaçinari. Me hapjen e kufive me Shqipërinë dhe me rastin e paralajmërimit të vizitës së Papa Gjon Pali II në vitin 1993, lindi një entuziazëm i jashtëzakonshëm. Të dy anët e kufirit përgatitën një meshë solemne, të cilin do ta animonin së bashku, pa asnjë provë të përbashkët. Ishte një emocion i rrallë dhe i paharrueshëm.
Ky kor dhe kjo shoqëri kanë edukuar breza të tërë me këngë kishtare dhe qytetare, duke kultivuar kulturën e këngës ndër breza. Janë organizuar festa me ushqim e këngë edhe në vitet më të vështira. Përveç festave fetare, edhe viti i ri festohej në sallën e famullisë, bashkë me fqinjet e lagjës, siç ishte Fitim Domi, i njohur ndër shqiptar si Mixharam, e shumë të tjerë. Kori Emanuel u themelua në vitin 2000 pas pjesëmarrjes në takimin botëror të rinisë me Papa John Paulin II. Himni i atij takimi ishte Emanuel dhe prej aty u frymëzuan për emrin e korit. E gjithë kjo ndodhi me bekimin e Don Nosh Xholait, salezian dhe një figurë e përkushtuar ndaj rinisë dhe sakrificës. Të mbushur me frymëzim nga ajo përvojë dhe duke parë se si në Evropë animohej mesha, sollën edhe këngë të reja rinore. Pas kësaj, në vitin 2002, u organizua festivali i parë i këngës kishtare në trojet shqiptare. Edhe gjatë viteve të luftës, mesha vazhdoi të mbahej. Për Pashk, disa nga anëtarët e korit përgatitën këngët edhe pse në ato kohë të vështira u këndua për të ringjallërin, duke dëshmuar një besim dhe qëndresë të jashtëzakonshme. Përshëndetje Arta, përshëndetje dëgjues Radio Maris. Ju uroj Pashk edhe ju uroj çdo të mirë, që Krishti ringjallën vërtet me ju dhanë atë shpresën që vjen prej Zotit. Atëherë mos më zgjat shumë, Arta më kërkoi me i kujtu disa gjëra prej Pashkve që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë, e mu tamam po më kujton se sikur lyp fotografinë ato sirtaret që i ki harru dhe fillon me i shiku, fillon mu fut në histori, edhe po mi kujton shumë momente, shumë mirë që s'po muni më pa, po mi kujton shumë momente, por normal, të vështira, mirë po tash i falenderona Zotit për gjithat mëshirë dhe hirë që na ka dhënë, që realisht, personalisht mu asgjë e keqe nuk më ka ndodhur, pavarësisht që ka qenë periudhë shumë e rëndë dhe kam qenë në Prishtinë me gjithë familjen time. Do me thonë me 24 mars, kur dhe kanë fillu bombardimet, ka fillu ai egzodi shqiptar që prej shpive tona, do me thonë, janë nxjerrë popullata me dhunë prej forcave serbe, prej forcave paramilitare, se cilit në formë të ndryshme, do me thonë, dikon e kanë paralajmëru, dikon e kanë largu me herën e parë, na kemi qenë ata që e kemi prit herën e dytë me ardhmë na largu. Sido që tjetë, unë gjithë këtë dëshmi që e flasë është dëshmia ime dhe pasqyron vetëm, do me thonë, anën time jotë krejt të popullatës që ka qenë e Prishtinës edhe e famullisë Prishtinës. Do me thonë, është vetëm një kanë vështrim i jetës teme. Do me thonë, në atë kohë, kur ka fillua i eksodi, mas disa ditëve kanë qenë Pashkt. Gjithë friksum, pa e ditë asnjëri për tjetrin çka ka ndodhur, ku janë të tjerët, edhe kemi vendosur bashkë me mamin që edhe pse na ishim në lagjen Dardania, kisha atëherë ishte në lagjen Ulpiana, që është kisha shëndohet Prishtinë, sepse katedrala nuk kishte në atë kohë. Do me thonë, kemi vendosur që për meshën e Pashkve tu shpresu që ka meshë në oranin 10, që dikush është e kisha, me provu me shku. Edhe befasia ma madhe ka qenë kur
të gjithë besimtarët, ata që kanë qenë aty e kanë pas një mendim tillë. Dhe me disa jemi ritaku në mes të Pashkëve, cila ka qenë shumë e thjeshtë, po shumë shpirtnore, ka qenë tamam një rilindje Krishtit e përjetume, sepse kujtoj mirë që në atë kohë, në vështirësi, prezencën e Zotit edhe provanin e tij e kam përjetu, me thonë 100%. Do me thonë, komplet e kam siguria tij, ka qenë siguria ime, nuk në atë kohë nuk kam ditë me ndi frikë, edhe pse kam qenë shumë e shqetësume, mirë po frikë nuk kam pas. Kam pas dorën e tij që vërtet nga udhëheq, edhe na kam mbrojtur në çdo moment. Në atë mesh jemi taku me disa besimtarë që kanë met, edhe prej korit nështë ishim 2-3 veta, e kishim një vajzë atëherë 3, që sot është profesoresh, është doktore muzikologjisë, është Kristina Paloka, e cila ka qenë shumë e re, 10-11 vjet i ka pas, nështë, po ka pas atë guximin që e kemi pas në atë kohë, do me thonë një sent në kishë, dhe ka pas atë guximin që me animu meshën, edhe unë edhe disa tjerë kemi përcjell ato këngët që janë të Pashkëve. Gjithashtu kanë qenë prezente motrat e Shën Kryqit, edhe gjithë me një farë gëzimi, brenda asoj vështirësie, jemi gëzu edhe bashkë kemi kremtu edhe mas meshe jemi taku pak se cili tu i nda ato brengat shqetësimet e veta edhe ditës edhe ditëve që kanë ndodhë, për pasigurin tonë, tu e falenduru edhe Donoshin që ka qenë famultar, Donjoshën që ka qenë kapelan, që ka qenë sloven dhe ka qëndru në famullit Prishtinës, që na kam për krah pa limit. Kjo është dhe me thonë një kujtim i vogël prej famullis Prishtinës që thash është vetëm një pjesë e historisë teme, kanë të vështrimi tem, tjetës teme, mirë po poshtë kanë qenë vërtet madhështore edhe unë për veti i kam përjetu në mënyrë shumë të veçantë. Ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë. Rimene Jezu Krisht, misafiri e Mausi, dhe gjatë natës në tërë, ti ngjallur na përcjell. E merë bukën e ndan, me një herë sy tanë të njohin, zemra jonë e shijon, të vërtetën lumturi. Ditët tona mbarojnë, ti na pret në shtëpinë tënde, shpresa jona drejton, ka premtimi yt besnik. Ti shtektari i parë, ylli fundit i mëngjesi, shpirti yt ne na mbush me dëshirë për kthimin tënd. Qoftë lavdruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris. Unë jam Kristina Palokaj Përkola nga famullia e Prishtinës, me profesion jam muzikologe dhe profesoreshe muzikës, dhe me rastin e festës së Pashkëve dëshiroj gjithë besimtarëve katolik me u gëzuar e përshëmot Pashkët. Në fakt Pashkët janë ndër festat më të bukura dhe më të ndjera ndoshta të jetës sonë shpirtërore, sepse ato vijnë pas një rrugtimi, përkushtimi, heshtja, agjërimi, reflektimi që ne kemi bërë gjatë 40 ditë të kreshmeve, dhe pastaj ato festa e Pashkëve pra kulmon si një festë, si një dritë, një shpresë
dhe një ringjallje e Zotit tonë Jezu Krishtit, e që gjithë kjo periudhë natyrisht që bëhet me këngë dhe me lavdë të kushtuar Zotit tonë. Për mu, kjo fest mbart një kujtim ndoshta më të veçantë, të gdhendur, si me thonë, në shpirtin tim, sepse më kthe në një kohë mjaft largët, në vitin 1999, në një kohë të rëndë të luftës që e kemi përjetu ne si popull gjatë asaj kohe. Unë atë ku kam qenë vetëm 12 vjeqe dhe mbaj mend si sot në meshën e pashkëve të ati viti, ku kisha pothuajse ishte bësh, e kishte shumë pak njerëz që kishin mujt me qenë të pranishëm në atë mesh, unë u ftova nga famuljetari ynë aso kohë Dënosh Gjolaj dhe motrat e mëshirshme të Shënkryqit që me shku edhe me i ra pianos në mesh, sepse s'kishte kush me i ra pianos. Dhe unë atëherë kam qenë vetëm 12 vjeqare dhe kam pas një eksperiencë tepër të vogël në fushën e muzikës, sepse isha vetëm në klasën e 4 në shkollë të muzikës, dhe në fakt aty kam fillu për herë të parë me lujt në piano në celebrimin e një meshe. Pastaj me kalimin e viteve, unë e kam vazhdu me e bo këtë punë për vitet të tëra, më shumë se 20 vjetë, fillimisht në kishën e Shnanot në Prishtinë, pastaj edhe në katedralën e Nënës Tereze, kështu që ky rrugtim ka vazhdu për një kohë të gjatë dhe është e veçanta e kësaj është që ka fillu pikrisht në festën e Pashkëve. Uroj dhe mbetet besimi dhe drita e kësaj feste që natyrisht na bashkon, na kujton sakrificat tona, por dhe na jep shpresë për një të ardhme më të mirë, për të pasur më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit, ndaj Zotit ton, me pas më shumë mirëkuptim, sakrificë, durim për gjitha sfidat edhe momentet e bukura dhe të vështira që i kemi në jetën tonë. Unë edhe një herë ju falenderoj shumë për mundësinë që ma keni dhënë me ndo bashkë me juve këtë eksperiencë timen personale dhe po ashtu edhe një herë shfrytëzoj rastin me ju gëzuar e përshëmët festën e Pashkëve. Një tjetër rrëfim që na vjen nga Elvanda Gojani nga Prishtina me profesion ekonomiste dhe antare e korit të katedralës Nën Tereza në Prishtinë, në rrëfen historinë e saj që kujton se prej kungimit të parë e mbaj në mend se jam bashkangjitur në kor dhe kam qenë aktive edhe në aktivitetet të kishës. Para se të afrohej festa e Pashkëve, kujtoj se ndihmonim motrat në dekorim edhe në mbledhjen e luleve për të dielën e larit, e nga njëherë edhe për ngjyrosin e vezëve. Nga gëzimi i kësaj feste, unë merrja pjesë 2 herë në mesh, në orën 11 dhe në orën 18. E vetmja shkëputje nga kori ka qenë gjatë viteve kur ishte në studime Elvanda në Rom, dhe pas kthimit në Kosovë e vazhdoj sërisht me provat në kor, të cilat ju udhëhiqte maestro Gjergj Kaçinari në atë kohë. Gjatë kohës së luftës, Pashkët festoheshin me më pak besimtarë, kujton Elvanda. Ajo së bashku me motrën e saj merrnin pjesë çdo ditë në mesh. Ka patur raste kur gjatë meshës në piano luante motra Rinora, atëherë vetëm 12 vjeçe, pasi ishte nxënëse shkollës së muzikës. Edhe pse numri besimtarëve ishte i vogël, përkushtimi dhe besimi nuk mungonin. Dita
Pas luftës, Kori vazhdoi me veprimtarinë e tij në drejtimin e Gjergj Kaçinarit. Rreth mesit të viteve 2000, ai kompozoi meshën e plot si dhe 4 psalme për Pashk, të cilat u bën pjesë e pandashme e kremtimeve. Këto këngë u kthyen në traditë dhe këndoheshin çdo vetë për Pashk. Sa herë dëgjoheshin, ato simbolizonin vetë festën e Pashkëve në Prishtinë. I gjithë populli i mësoi dhe së bashku me Korin kisha jehoj nga zërat që këndonin me gëzim për ringjalljen. Një ndër këngët më të dashura për ta dhe për të gjithë besimtarët ishte Ai u ringjall, e cila sillte një atmosferë të veçantë gëzimi dhe përkushtimi. Së fundmi, me iniciativën e Don Shtjefën Dodës, në vitin 2024 u incizua CD-ja e parë me këngë të përmbledhura për Krezhmë dhe Pashk nga vullnetarët e Radio Maria Kosova me titull Mëshirë e ringjallje. Ky projekt përbën një dëshmi të gjallë të traditës muzikore dhe shpirtërore që vazhdon të jetoj dhe të përcillet ndër breza. Me nderim të thellë kujtojmë në këtë emision dedikuar muzikës së Pashkëve dhe kontributin e pashoq të gjithë atyre që dhanë shumë nga vetja për të funksionuar muzika liturgjike. Një ndër emrat e spikatur patjetër që duhet të përmendim të ndjerën Veronika, një figurë e dashur dhe respektuar që la gjurmë të veçanta në jetën muzikore dhe shpirtërore të komunitetit tonë. Si profesoreshe solfezhit, ajo nuk përcillte vetëm dije muzikore, por kultivonte edhe dashuri për këngën, ndjenjë për artin dhe për kushtimin ndaj shërbimit në kish. Për shumë vite me radhë, ajo udhëhoqi korin e fëmijëve pranë kishës në Prishtinë, duke organizuar dhe përgatitur programe të ndryshme festive për Pashk. Krahas këtij angazhimi të çmuar me fëmijët, Veronika dha kontribut të rëndësishëm edhe në korin e të rriturve ndër vite, duke qenë pjesë e pandashme e jetës liturgjike dhe muzikore të kishës. Prania e saj, puna e saj e qetë dhe dashuria e saj për muzikën e Pashkëve e bënin çdo kremtim edhe më të veçantë dhe më të ndjerë. Ajo nuk la pas vetes vetëm këngë të bukura apo programe të përgatitura me kujdes, por një trashëgimi të vërtet shpirtërore e artistike që vazhdon të jetoj në kujtesën e atyre që njohën, e dëgjuan dhe punuan me të. Sot, edhe pse nuk është më fizikisht mes nesh, kujtimi për Veronikën mbetet i gjallë. Në çdo tingull, në çdo zëkori dhe në çdo emocion që muzika e Pashkëve zgjon në zemrat tona. Nga kujtimet e vështira të Pashkëve në kohë lufte në Kosovë, ku edhe në kushte të pakta e me pak besimtar, kënga nuk mungonte, kalojmë natyrshëm të një tjetër hapësirë shqiptare, ku po ashtu Pashkët janë shoqëruar gjithmonë me tingujt e besimit. Sepse edhe në ditët më të vështira, muzika liturgjike ka qenë një urë që ka bashkuar zemrat e besimtarëve, qoftë në Kosovë apo në Shqipëri. Këngët e Pashkëve me mesazhin e tyre të ringjalljes edhe shpresës kanë tejkaluar kufijtë dhe kohën, duke mbetur një dëshmi e gjallë e besimit tonë. Në Shqipëri po ashtu tradita e këngëve të Pashkëve ka ruajtur një bukuri të veçantë. Edhe kështu nga një histori që flet për qëndresë dhe për kushtim në Kosovë, vijojmë drejt tingujve të Pashkëve në Shqipëri, ku muzika vazhdon të jetë zëri më i bukur i shpresës dhe i dritës të kësaj feste të madhe.
Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Maris në Kosovë. Unë jam Harlen Nikoli, dirigjent dhe organist në Katedralin e Shëmpalet në Tiranë, e njëkohësisht edhe koordinator për muzikën liturgjike pranë Konferencës Sipeshvorë Shqipërisë. Doja me bashkëda me ju sot disa nga këngët dhe repertori që unë përdora gjatë vigjiljes Pashkve në Katedralin e Shëmpalet në Tiranë. Duke qenë se Pashka është qendra e vitit liturgjik, ashtu edhe nga ana muzikore duhet të jetë e tillë. Prandaj zgjodha që ashtu sikur se sugjeron edhe Koncili i Dytë i Vatikanit, kënga gregoriane duhet të jetë ajo primarja. Vazhdoj me Exulte, që ishin ato gregorianet, të kënduara në shqip në rastin konkret. Më pas refrenet e psalmeve, sigurisht të përshtatura edhe në kontekstin tonë shqiptar. E më pas pjesët e tjera të meshës, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, sigurisht ishin nga mesha de Angelis, që është e njohur tashmë edhe për ne këtu në Shqipëri. Pastaj një këngë e re që unë shtova ishte Vidi Aquam, që përdoret gjatë stërpikjes popullit me ujë bekuar. Pas në kungim bëra antifonën, cilën e sugjeron edhe Meshari, që është Krishti Pashka jonë është të flijuar, të kompozitorit Marco Frisina, edhe një këngë eukaristike Panis Angelicus, e më pas edhe Regina Coeli në fund. Pra, u mundova që këtë vit të anojmë më shumë tek repertori gregorian, i cili personifikon në një farë mënyrë edhe traditën e kishës katolike, që është shumë e rëndësishme të ruhet edhe të vazhdoj të këndohet edhe në realitete më të vogla. Ju uroj gëzuar Pashkët të gjithëve. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti për të gjithë dëgjuesit e Radio Maris. Unë jam motër Franciska Suzana Lekaj, motër franciskane e zojës së papërlyer. Po ju flas direkt nga Afrika e Jugut, konkretisht Mombela, dhe nga famullia e Shën Pjetrit. Jemi në zemër të festës së Pashkëve, dhe ashtu si në çdo vend tjetër të botës ku jetojnë të krishterët, edhe këtu në Afrikën e Jugut, muzika kishtare luan një rol qendror në kremtimin e liturgjisë. Muzika kishtare në Afrikën e Jugut përzin traditat evropiane të himneve me ritmet dhe meloditë afrikane. Këngët e koraleve shpesh shoqërohen me piano, gitare dhe instrumente tradicionale, duke krijuar një tingull unik që pasqyron kulturën lokale. Por një veçuri e veçantë është pjesëmarrja aktive e komunitetit. Besimtarët këndojnë, trukasin dhe vallëzojnë, duke sjellë energji dhe emocione në çdo shërbes. Ndryshe nga shumica e kishave evropiane, ku kënga shpesh është më formale dhe statike. Këtu muzika dhe vallëzimi bëhen një përvojë gjallë dhe kolektive që bashkon të gjithë besimtarët. Lirika e këngëve fokusohet në lutje, falënderim dhe shpresë, ndërsa ritmet e gjalla dhe vallësimet e bën shërbesin një përvojë shpirtërore dhe emocionale të thellë. Ajo tregon se muzika kishtare nuk është vetëm art, por edhe një mjet i fuqishëm për të bashkuar komunitetin dhe për të forcuar besimin. Pra në këtë mënyrë, muzika këtu reflekton identitetin unik afrikano-katolik, një kombinim harmonik i traditës evropiane dhe kreativitetit të komunitetit lokal, që e bën çdo shërbes një përvojë të paharrueshme shpirtërore. Me këtë rast, më lejoni t'ju përshëndes nga Afrika e Jugut dhe t'ju uroj të gjithëve përshëmor Pashkët.
qoftë lëvduar Jezu Krishti, jam motra Ana Maria dhe shërbej në misionin katolik shqiptar Nën Teresa në Arau. Misioni ynë përfshin 10 kantone me rreth 10.000 besimtar. Çdo kanton ka korin e vet gjatë kremtimeve të meshës, ndërsa për festat më dha bashkohemi së bashku, si një trup i vetëm në lavdinë e hyjit. Kantoni Araut, ku ndodhet edhe qendra jon, numëron rreth 30 antarë në kor, ndërsa në kantonet e tjera ka nga 15, 20 apo 25 antarë. Për festën e Pashkëve kishim 2 mesh, në Arau dhe në Bern. Gjatë këtyre kremtimeve u kënduan këngët tipike të kësaj feste madhështore: Surexit Kristus, Krishti ringjallet në zemrat tona, sot ne këndojmë me brohuri, u këndua psalmi dhe ndjekësorja, e cila është për mua një himn i mrekullueshëm, kulmi i festës së Pashkëve. Prandaj, me fjalët e saj përmbyllëse, dëshiroj t'juroj të gjithëve: u ngjall Krishti për një mend, me të vërtetë u ngjall, mbret fitues mëshirë për gjithkënd. Amen. Aleluja. Ne këndoj me brohori, aleluja, nuk kemi pse të rrim në zi, aleluja. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e Radio Marijës. Unë jam Astrid Simoni, arsimtar i muzikës në një shkollë fillore në komunën e Gjakovës. Dhe njëkohësisht jam udhëheqës i korit në familjinë e Gjakovës, së bashku me motrën Irena Pitaci, e cila familji drejtohet apo udhëhiqet nga guardiani Pater Aleksandr Tanushi. Kori numëron gjithsej 20 deri 25 antarë të saj. Zakonisht provat i bëjmë ditëve të shtune, por gjatë festave ato i shpeshtojmë dhe i majmë edhe gjatë të javës. Për Pashkë kemi përgatitur këtë program: mesha nga Ivo Perlan, fillimi Krisht mbi vdekje ti nga njeve, psalmi Kjo është dita që na dhuroi Zoti, pason ndjekësorja me kushtim Krishti u ngjall sot për një mend, ne kongim disa këngë që vijojnë dëgjoni popuj, sa i madh është sot gëzimi, dhe fundi Magdalen gëzohu. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj për shumot Pashkët. Përshëndetje për dëgjuesit e Radio Maris. Unë jam kosovare Gjoni nga familja e Letnicës. Bashkë me familjen time jetojmë dhe jemi të përfshirë në angazhimet rreth kishës në Letnicë me traditë të gjatë ndër shekuj. Aty prej ku edhe nisi shetja Nën Teresa rrugtimin e saj. Kori jon nën udhëheqjen e motrës Donata Bardhaj ka zgjedhur të këndoj këto këngë: Vigjilja e Pashkëve me refrenet e leximeve. Dërgoje shpirtin tënd o Zot dhe përtrije fytyrën e tokës. Më ruaj o Zot sepse në ty shpresoj. Të madhëroj o Zot se më shpëtove. Ti këndojmë aleluja Zotit tonë në qiell. Pastaj ai u ringjall, aleluja Krishti u ngjall për një mend. Lene vajnë o Zoja mri. Ndërsa në ditën e Pashkëve, sot dita tuja gue, misa pro Europa, duart e tua janë plot me lule. Aleluja Krishti u ngjall, o mbretëresh e qiellit gëzohu. Nga unë kosovare Gjoni dhe shejtrorja jon, ju urojmë për shumat Pashkët. Përshëndetje, unë quhem Mikel Berisha. Jam nga familja e Gloxhanit, kisha e Shëndot. Jam student në vit të parë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore. Jam antar i korit dhe marr pjesë në këndim dhe gjithashtu luaj në piano. Këngët e Pashkëve na ringjallin një shpresë të brendshme, prandaj i këndojmë me gjithë shpirt. Ne si kor i këndojmë këngët tradicionale, por gjithashtu këtë vit kemi mësuar edhe këngë nga repertori i autorëve të huaj
dhe gjithashtu kemi organizuar një koncert me këngë të Pashkëve. Ju përshëndes. Përshëndetje për dëgjuesit e Radio Maris. Unë jam Judita Dilhysa, udhëheqëse dhe soliste në korin e katedralës Zoja Ndihmëtare në Prizren. Në prag të Pashkëve, si gjithmonë, edhe kori ynë, së bashku me dy organistët tonë, motra Jana Topalli dhe Aurel Dilhysa, jemi angazhuar me shumë përkushtim në përgatitjet për kremtimet liturgjike. Këto ditë kemi zhvilluar prova të rregullta dhe si një grup prej 30 anëtarësh jemi munduar që përmes këngës ta përcjellim sa më bukur mesazhin e kësaj feste të madhe të krishterë. Këtë vit jemi bazuar kryesisht në veprat e kompozitorëve shqiptar, duke përzgjedhur veçanërisht meshën e Vincent Xhinit. Po ashtu në repertorin ton kemi edhe këngët e Pashkëve që i japin edhe më shumë pasuri dhe bukuri kremtimit ton. Një veçanti që dëshiroj ta përmend është se të dielën e Pashkëve para leximit të Ungjillit këndohet himni i lashtë Viktime Paskali Laudes, i cili shpreh gëzimin e madh të ringjalljes së Jezu Krishtit. Shpresojmë që përmes këtyre këngëve besimtarët ta përjetojnë më thellë gëzimin, shpresën dhe dritën e ringjalljes së Krishtit. Gëzuar dhe urime Pashkët nga kori katedralës së Prizrenit. Përshëndetje për dëgjuesit e Radio Maris. Unë jam Martina Lekaj, master në drejtimin solokëndim. Jam soliste dhe antare e korit të famullisë së Shëndrokut në Novosill të Epërme të Gjakovës, e cila momentalisht udhëhiqet nga famullitari ynë Don Due Ballabani. Kori ynë përbëhet nga parafërsisht 30 antar dhe udhëhiqet nga motra lajte Mark Prenkaj, e cila merret me përzgjedhjen e këngëve dhe me provat e korit. Në prag të Pashkëve jemi përgatitur me këtë program. Për mesh kemi vendosur të këndojmë meshën Pro Europa dhe me këngët e tjera vazhduese si Krishti është ringjall. Sot ne këndojmë me brohori, ndjekësoren, ndërsa për psalm kemi vendosur të këndojmë Kjo është dita e Krishtit Zot, të kompozuar nga motra Irena. Ndërsa për këngët e tjera dëgjoni popuj, Krishti u ngjall për një mend dhe kështu me radhë. Nga unë dhe nga kori i famullisë së Shëndrokut në Novosill ju urojmë për shumë më të Pashkët. Në katedralen e Shënën Terezës, festa e Pashkëve u festua solemnisht. Bashkë me korin e katedrales, në udhëheqjen e motrës Lidvina Marku, kënduam një repertuar të gjerë. Meshën solemne të Marko Frizinës, përpunimet të veprave gregoriane për kor, shumë korale tradicionale shqiptare. Bashkë me ne ishte edhe teorta,
që më zërin tënd të madhrueshëm ke zbukuruar festën e ringjalljes. Po ashtu me ne ishte edhe tenori i talentuar Jon Haliti, cili është student i solo këndimit në Tiranë. Përveç muzikës korale, besimtarët kishin mundësinë të shijojnë edhe tingujt e organove. Kështu në natën e shejtë unë dëgjua menueti nga suite gotik i Leon Bellmanit, si dhe Halleluja nga oratorio Messia e Georg Friedrich Händelit. Për ne ishte një festim me të vërtetë solemn dhe shfrytëzoj rastin që të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe kontribuesit që kjo festë të jetë kështu e bukur dhe solemne siç e ka qenë. Faleminderit dhe Zoti ju shpërbleft. Të dashur dëgjues, gjatë këtij emisioni patëm mundësinë të dëgjojmë zëra dhe përvoja nga famulli të ndryshme, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga diaspora që nga Zvicra e deri në Afrikën e Jugut. Secili prej tyre solli një copës të veçantë të përgatitjes dhe të përjetimit të Pashkëve, përmes muzikës dhe këngëve që i japin jetë kësaj feste të madhe. Nga angazhimi i koreve, përkushtimi i këngëtarëve dhe instrumentistëve, deri te puna e palotshme pas skenës, gjithçka flet për një dashuri të thellë ndaj kishës dhe ndaj mesazhit të ringjalljes. Këto dëshmi na kujtojnë se pavarësisht largësive apo sfidave, jemi të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën këngë. Nuk harrojmë as sakrificat dhe kohët e vështira që janë kaluar ndër vite, por pikërisht prej tyre buron edhe më fort shpresa dhe gëzimi që sjell festa e Pashkëve. Në fund, dëshirojmë të falenderojmë nga zemra të gjithë ata që u bën pjesë e këtij emisioni, që ndanë përvojat e tyre dhe sollën zërin e famullive të tyre tek ne. Le të mbetet kjo frym bashkimi, kjo muzikë e shpresës dhe e dritës, një udhërrëfyes për të gjithë ne, jo vetëm gjatë Pashkëve, por në çdo ditë të jetës sonë. Nga unë Arta Jashari, gëzuar Pashkët për të gjithë dëgjuesit kudo që jeni. Ty lavdi, o